A mendoni që do të përshkallëzohet ky konflikt në atë masa të krijojë një krizë të vërtet energjetike, apo gjithmonë futen shtetet, futet kuadri gjeopolitik? Për shembull, kemi iniciativën e fundit të Francës, Anglisë dhe Gjermanisë kanë përshtypjen për një iniciativë paqe, për diplomaci, futet këtu edhe energjia, futen edhe elemente të tjerë. Pra do shmanget, do të arritë të shmanget? Është pak e vështirë për të dhënë, po themi, parashikime, sepse patjetër që kemi të bëjmë me një fakt që tashmë është i konfirmuar dhe nga gjykata ndërkombëtare për krimet kundër njerëzimit, domethënë fakti që Izraeli po kryen gjenocid në Gaza, kështu që në këtë kontekst një pjesë e madhe analizëve shikojnë dhe ndërhyrjen ose përshkallëzimin e marrëdhënieve midis Izraelit dhe Iranit, pikërisht si një lloj tentative të Benjamit Netanyahu për të shmangur një mënyrë vëmendje nga ajo që po ndodh në Gaza dhe për të zhvendosur vëmendjen edhe për faktin që pikërisht për shkak të Gazës qoftë po themi imazhi i Izraelit, qoftë në vetvete edhe fakti që gjitha organizatat ndërkombëtare të njohura, më thënë tashme, kanë dhënë verdiktin e tyre në lidhje me atë që po ndodh atje, kështu që imazhi në vetvete i Netanyahut dhe kësaj qeverie është në rënje dhe pikërisht domethënë i shërben një lloj asi në mëngë ose një zhvendosje e vëmendjes drejt Iranit për të mbajtur pikërisht dhe legjitimuar pushtetin, kështu që në këtë kontekst gjykoj që duke referuar këtij zhvillimi, besoj që nuk do të kemi zgjidhje të afatshkurtër. Dhe patjetër që Irani nuk është po themi si një organizatë terroriste, është shtet i madh, domethënë me kapacitete nga ushtarake dhe patjetër me interesa në nivel gjeopolitik, qoftë edhe përfshirë drejt për drejt të Kinës apo Rusisë, edhe me projektet jo vetëm të pasurimit si më thënë bërthamor të uraniumit, po dhe projekte konkrete të furnizimit të energjisë. Ju pyetet pak më parë se ku furnizon Irani. Për shkak të sanksioneve që ka pasur gjithmonë në Iran, zakonisht ato po themi kërkesa kryesore ka qenë ose drejt Rusisë ose drejt Kinës. Kështu që në këtë kontekst normalisht që po themi interesat edhe ekonomik të këtyre dy fuqive të mëdha lidhen drejt me këtë shtet. Nuk shikoj një zgjidhje afatshkurtër, por që është një konflikt që si do të mbetet për tu parë, është pak e vështirë të parashikosh. Do të ketë edhe ndikim në fushën e energjetikës, besoj. Si pasojë. Ka tashmë, domethënë, po patjetër në nivel ndërkombëtar, nëse do të kemi tash mbylljen e ngushticës së Hormuzit, patjetër në nivel global do të kemi ndikim të drejtë për drejtë në çmimet, në inflacion, edhe në çmimet e konsumatorëve, pastaj në kompetitës. Dhe pyetja e fundit, ndoshta një çik ironike, si shpjegohet pa krizë globale ne kemi gjithmonë çmime të larta. Pra nuk na prek asnjë krizë sepse jemi gjithmonë me çmime krize në Shqipëri. Shqipëria fatkeqësisht është një ekonomi e cila nuk jeton në bazë të ligjeve të ekonomisë, kemi interesa të caktuara, po themi të përqendruara te një grup oligopolësh, kjo qoftë edhe duke marrë parasysh për shumë zëjmë sektorin energjetik, ku atje 2-3 furnizues janë kryesorë, dhe fatkeqësisht çmimi po themi i karburantit nuk reflektohet në bazë të ofertës dhe kërkesës në bursë, po gjithmonë domethënë ato që janë oligopolet ose monopolet vendosin për çmimin, që është patjetër barë qoftë fiskale konsumatorët drejt për drejt, po dhe edhe sektorit privat në të vogël apo të mesëm, që është po themi shtylla e ekonomisë shqiptare, dhe më pas edhe sektoreve të mëdha. Po që në këtë kontekst tu duhet rol shteti, nëse për shembull në Gjermani hidrokarburët taksohen, në Shqipëri konsumatorët dhe më thënë konsumatorët thjesht paguajnë më pas çmimin final, konsumatori në Shqipëri taksohet disa thjesht, taksohet nëpërmjet shtetit, taksohet nëpërmjet çmimit të hidrokarburëve, taksohet nëpërmjet çmimit të drejtpërdrejtë të vendosur nga monopoli dhe më pas edhe në çmimin finale të asaj shportës bazike të konsumit, që në këtë kontekst do duhet patjetër e qytetarët, ka pasur dikur mbajmen një protestë në lidhje me çmimin e energjisë, por që u sfumuar, mbeti aty gjithçka. Qytetarët duhet që të ngrenë zërin, nëse patjetër e përjetojnë drejt për drejt të krizë. Nëse, e sigurt është që ne nuk na prek asnjë lloj krize sepse jetojmë me çmime krize, kështu që nuk na intereson në mënyrë të drejtë për drejtë. Ishte kënaqësi zoti Milaqi që ju kisha në Syrin e Botës, ju falenderoj shumë për kohën dhe çdo shpjegim. Faleminderit për arsyeën.